Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Detaje nga atentati mafioz në Rinas me 1 të vrarë e 1 të plagosur. Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 14:20 te rrethrotullimi në afërsitë të aeroportit. Viktim mbeti shtetësi Gilman Dodani, 47 vjeç, i konsideruar si krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, emër i njohur i botës së krimit. I plagosur në gjendje të rëndë shtetësi Muçi Shaliani, i cili ka edhe mbiemrin Sheqeri, 40 vjeçari, agenti i mbikëqyrjes policore, ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve në gjendje të rëndë shëndetësore. Ky ishte atentati i tretë ndaj Gilman Dodanit. 47 vjeçari ka mbetur 2 herë i plagosur në vitet 2011 e 2015. Ndërkaq mësohet se ishte liruar nga burgu në tetor të vitit të kaluar. Teksa autoritetet nisën hetimet paraprakisht burime nga vendngjarja, raportuan se Dani dhe i lënduar i gjendeshin në një makinë tip Benz me ngjyrë të bardhë kur u qelluan nga një automjet në lëvizje me targa greke dhe që u largua për në drejtim të fushkrujës. Top Albania Radio. Pas bojkotit të një dite më parë, opozita u rikthye në kuvend me deputet të pranishëm sot në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen, e ku raportoi ministri e Brendshme Albana Koçiu. 94% e zbulueshmërisë sa i përket veprave penale. Janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Në 9 muajt e parë të këtij viti, pra thjesht vetëm po t'i referohemi statistikave, u regjistruan 29 vrasje me dashje. Për krahasim, në vitin e lëm pas patëm 41 vrasje për të njëjtën periudhë. Si dhe shumë e rëndësishme ka qenë dhe reduktimi i aksidenteve të rënda me pasoja fatale në rrugë me 17% ulje në krahasim me një vit më parë. Koçiu pyet edhe për pezullimin e monopatinave. Në lidhje me monopatinat, në udhëzimin që ju keni nxjerr, theksoni që nuk kemi bazë ligjore për ndalimin e tyre, pavarësisht se keni pasur raportime që kemi të bëjmë me burim aksidentesh. Çështja është, zonja ministër, se këtu keni shkelur një parim të rëndësishëm kushtetues. Patjetër që monopatinat janë një rrezikshmëri e madhe për gjithë qytetarët, kështu që patjetër që ne ndërhyjmë dhe në këtë pikë, duke i pezulluar përkohësisht dhe duke na dhënë mundësinë që ne ndërkohë të ndërtojmë një bazë ligjore ku të qartësohet dhe të standardizohet dhe të normalizohet mënyra se si këto mjete motorike duhet të lëvizin edhe të qarkullojnë. Ish presidenti i vendit Ilir Meta në burg prej tetorit 2024 nuk është dakord me gjyqtarët, ndaj sot 2 gjykata nuk dhanë vendim për çështjet e tij, duke i shtyrë seancat. Avokatët e Metës kërkuan largimin e gjyqtares paraprakje Rena Gjoka dhe asaj të apelit të posaçëm Saida Dollani. Asnjë pagesë nga sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lëvizjes Socialiste dhe Integrim që të jetë paguar për GSI-sën për llogaritë të LSI-s. Këto insinuata që sjell Spaku aty për të dhënë ushqim opinionit publik që zoti Meta ka bërë lobim dhe nuk i ka deklaruar, këto janë ushqim për publikun, por jo për një proces të rregullt ligjor. Ishte avokati i Kujtim Sakrani. Sot në një takim me drejtues të degëve të Partisë Demokratike, kryetari Sali Berisha ju kërkoi të organizohen për të nisur protestat. Ndërsa akuzon Edi Rama se ka krijuar një situatë dramatike me atë që e quan regjim të tij, Berisha shprehu bindjen se mund ta arrëzojnë vetëm me protesta. Përveç protestës, kryengritjes paqësore, asnjë mjet tjetër nuk do mund të shpëtojë Shqipërinë nga ky pushtim i egër i brendshëm. Shqipëria në disa aspekte të materjes njerëzore, të qenies njerëzore ka shkuar 100 vite mbrapa. Pra, për çdo shqiptar që i thot vetes shqiptar, që e don këtë vend, një thirrje duhet të zgjojë ndërgjegjjen e tij. Të bëjmë atë që kanë bërë kombet e shtypura kundër diktaturave në gjitha kohrat. Të ngrihemi dhe ka vetëm një rrugë, qendresa jon, protesta jon. Banka e Shqipërisë kremton 100 vjetorin e krijimit. Sot në një konferencë të mbajtur me këtë rast, kryeministri Edi Rama e vlerësoi si ndër të vetmit institucione në vend që me plot gojën mund të quhet si i tillë. Krahas me paranë që duhet menaxhuar, kemi përballë algoritmet, të cilat aq më tepër nuk e menaxhojnë dot veten dhe eksaktësisht për këtë arsye krahas politikës monetare duhen mekanizma të ri kontrolli në funksion të menaxhimit të algoritmeve, por duhet dhe një mendje shumë e hapur për t'i përqafuar këto fakte të reja të imponuara nga zhvillime të cilat tani më ne nuk i kontrollojmë dot.
Guvernatori Gen Sejko renditi sfidat e Bankës Qendrore në faza të ndryshme të transformimit. Rikonfigurimi i zinxhirëve të prodhimit botror, si dhe rritja e barierave tregtare janë tashmë një realitet i ri ekonomik. Ky realitet dëmton ekonomitë në zhvillim. Gjatë dekadës së fundit ne jemi bërë dëshmitar të një revolucioni të shpejtë financiar, i cili ka potencialin të transformoj rrënjësisht të industrisë. Sfida e tretë ka të bëjë me vetë stadin e zhvillimit të Shqipërisë dhe implikimet që ky stad ka për modelin si kryesuese e dy grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian, për 2 kapitujt të Acquis dhe si kontribuese e qenësishme në 6 kapitujt të tjerë, Banka e Shqipërisë është pjesë integrale e procesit të negocimit. Lajme nga bota. Senati Amerikan miratoi një projekt ligj të rëndësishëm për financimin e qeverisë, i cili brenda pak ditësh mund të jap fund mbylljes më të gjatë qeveritare në historinë e Shteteve të Bashkuara. Drafti u miratua me 60 vota pro dhe 40 kundër, me pothuajse të gjithë republikanët dhe 8 demokratë që u shkëputur nga partia e tyre për ta mbështetur. Marrëveshja siguron fonde për qeverinë deri në fund të janarit 2026. Tani është dhoma e përfaqësuesve që duhet të miratojë projekt ligjin përpara se presidenti Trump ta nënshkruajë. Më herët shefi i Shtëpisë së Bardhë sinjalizoi gatishmërinë. Akordi u arrit fundjavën e kaluar, kur disa demokratë u bashkuan republikanëve për të negociuar një kompromis që do t'i kthente punonjësit federal në detyrë e do të rifillonte shërbimet thelbësore të qeverisë. Bazuar në njohuritë shkencore aktuale, nuk ka prova që konfirmoj një lidhje mes marrjes së paracetamolit gjatë shtatzënisë dhe zhvillimit të çrregullimeve të spektrit të autizmit të fëmijët. Kështu bën të ditur një studim i botuar në revistën mjekësore britanike BMJ, duke hedhur poshtë deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump. Të dhënat e disponueshme nuk janë të mjaftueshme për të konfirmuar një lidhje mes ekspozimit in utero ndaj paracetamоlit dhe autizmit ose ADHD-s në fëmijëri, thekson studimi. Në shtator presidenti amerikan Donald Trump u kërkoi grave shtatzëna të mos përdornin paracetamol. Parashikimi i motit. Ditën e sotme vendi indikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti vjon me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe me alternime kthjellimesh më të theksuara në pjesën e dytë të ditës. Në momentin e vranësirave të dendura në zonat e qendrës dhe jugut ka reshje shiu që në mbrëmje ndërprite në të gjithë territorin. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Edi Allaçi. Kjo është Top Albania Radio.